Afruar 385 student kërkojnë Shqipen, nër bankën e tyre akuzuarve ulet vetë shteti. Në Shkup nuk po zhvillohet thjesht një debat procedural për një provim profesional. Po ekspozohet para syve të gjithëve një plagë e vjetër e shtetit Maqedonas, prirja për ta njohur gjuhën shqipe në letër, por për ta kufizuar në praktikë sa herë që ajo kërkon të hyjë aty ku prodhohet pushteti, karriera dhe barazia reale. Plot 385 studentë shqiptar të juridikut kanë nënshkruar një peticion për një kërkesë që në një shtet normal nuk do të duhej as të kërkojë me lutje, provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Kërkesa e tyre është dorëzuar në institucionet më të larta të vendit. Ky nuk është shpërthim emocional. Është një akt qytetar, institucional dhe juridik, i artikuluar qartë nga të rinj që po i drejtohen shtetit me një pyetje thelbësore: nëse shqipja njihet si gjuhë zyrtare në rendin juridik të RMB-s, pse përjashtohet pikërisht te porta që ndan diplomën nga profesioni? Kjo çështje është kthyer sërish në debat publik dhe protestë në prill 2026, me raportime të shumta se studentët shqiptar kërkojnë të drejtën për ta dhënë provimin profesional të jurisprudencës në Shqip. Këtu bie maska e hipokrizisë institucionale. Sepse kur një shtet lejon që një iri të studiojë drejtësinë në Shqip, por nuk i lejon të testojë njohuritë profesionale në të njëjtën gjuhë, ai po thotë diçka shumë të rrezikshme. Shqipja tolerohet si dekor, por jo si instrument fuqie. Dhe pikërisht këtu nis diskriminimi i vërtetë. Jo te fjalët ceremoniale për bashkëjetesë. Jo të sloganet për shtet multietnik. Por te momenti kur qytetarit shqiptar i thuhet në thelb, mund të jesh i pranishëm, por jo i barabartë. Kushtetuta e RMB-s e njeh kuadrin e përdorimit zyrtar të gjuhëve sipas ligjit, ndërsa kuadri ligjor i mëvonshëm për përdorimin e gjuhëve e ka zgjeruar dukshëm përdorimin e shqipes në institucionet publike. Edhe Komisioni i Venecias, duke analizuar ligjin, ka theksuar se ky legjislacion e zgjeron në mënyrë të konsiderueshme përdorimin e gjuhëve të komuniteteve, përfshirë shqipen. Prandaj kjo nuk është më çështje interpretimi. Është çështje vullneti. Dhe kur vullneti mungon, del në sipërfaqe e vërteta e hidhur. Problemi nuk qëndron te ligji, por te rezistenca politike dhe administrative ndaj zbatimit të tij. Me fjalë të tjera, shteti Maqedonas nuk po dështon nga pamundësia, po dështon nga refuzimi. Qeveria e RMB-s duhet të japë llogari për një fakt të thjeshtë, si ka mundësi që pas marrëveshjeve, reformave, premtimeve për barazi dhe narrativës europiane, të rinjt shqiptar ende duhet të dalin me peticion në dorë për të kërkuar diçka kaq elementare sa përdorimi i gjuhës amtare në një provim shtetëror? Kjo është dëmb për një qeveri që dëshiron të flasë me gjuhën e integrimit europian, ndërsa vepron me refleksin e vjetër të kontrollit etnik të institucioneve. Sepse provimi i jurisprudencës nuk është një procedurë e zakonshme. Ai është filtri që prodhon gjeneratën e ardhshme të avokatëve, prokurorëve, gjyqtarëve dhe juristëve të shtetit. Kur gjuha shqipe përjashtohet nga ky filtr, mesazhi është i qartë: shqiptarët pranohen si numër, por jo si subjekt i plot institucional. Dhe kjo është e papranueshme. Më e rënda është se kjo heshtje institucionale nuk është neutrale. Ajo prodhon pasojë. Ajo ushqen mosbesim. Ajo i shtyn të rinj të ndihen të huaj në shtetin ku lindin, studiojnë dhe kontribuojnë. Ajo u thot se barazia e premtuar ka gjithmonë një yll me shënim poshtë faqes. Dhe kur një brez i tërë juristësh shqiptar rritet me ndjesinë se duhet të luftojë edhe për gjën më bazike, atëherë shteti nuk po ndërton bashkëjetesë, po prodhon ndarje të rafinuar. Kjo çështje nuk mund të relativizohet me pretekste burokratike. Nuk mund të fshihet pas komisioneve, procedurave apo vonesave teknike. Sepse sa herë pushteti e quan teknike një padrejtësi që prek vetëm një rëmpal, zakonisht kemi të bëjmë me diskriminim të administruar me gjuhë sterile. Dhe këtu 385 studentët meritojnë jo vetëm mbështetje, por respekt. Sepse ata nuk po kërkojnë privilegj. Nuk po kërkojnë ulje standardi. Nuk po kërkojnë favor politik. Ata po kërkojnë që dia juridike të matet drejt, jo të filtrohet përmes pengesës gjuhësore. Ata po kërkojnë që shteti të mos i detyrojë të provojnë profesionalizmin e tyre në kushtet e një disavantazhi artificial. Kjo është kërkesë për barazi, jo për përjashtim. Në këtë pikë, pyetja nuk është më çfarë duan studentët. Ata e kanë thënë qartë. Pyetja është, çfarë fsheh ende shteti Maqedonas nga barazia reale e shqiptarëve? Pse çdo e drejtë që lidhet me gjuhën shqipe duhet të kalojë nëpër korridorin e lodhshëm të rezistencës, dyshimit dhe bllokimit? Pse shqipja pranohet në fjalime politike, por bëhet problem sapo kërkon të zërë vend në strukturat kyçe të shtetit? Një shtet që ka frikë nga gjuha e qytetarëve të vet, në të vërtetë ka frikë nga barazia. Dhe një qeveri që nuk gjen forcë për të zbatuar frymën dhe logjikën e rendit kushtetues, nuk mund të fshihet më pas retorikës europiane. Europa nuk matet me deklarata. Matet me mënyrën si trajtohet qytetari kur kërkon të drejtën e vet pa ulëritur, pa dhunë, pa shantazh, vetëm me dokument në dorë. Sot ai dokument mban 385 firma. Nesër mund të mbaj shumë më tepër. Sepse kjo nuk është vetëm çështje provimi. Kjo është çështje dinjiteti. Çështje identiteti. Çështje e së drejtës së një populli për të mos u trajtuar si i përkthyer në vendin e vet. Dhe nëse qeveria maqedonase vazhdon të heshtë, atëherë le të jetë e qartë, nuk do të jetë rinja shqiptare ajo që do të turpërohet nga kjo histori.
do të jetë shteti.